طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek fetavat e Imam Albanit rahmetullah alayhi. Kemi arritur tek xheneti, zjarri, haudi i Muhamedit alayhi salatu wassalam, edhe ura e siratit. Ka thonë Sheikh Albani rahimahullahu taala, besojmë në botën tjetër, në xhenetin dhe zjarrin, dhe se xhenemi gjendet në pozicionin më të ulët në thellësinë e tokës. Pozicionin më të ulët në thellësinë e tokës gjendet xhenemi. Ndërsa xheneti nuk gjendet në tokë. Xheneti nuk është në tokë, por ndodhet në pozicionin e lartë qiell, në pozicionin e lartë në qiell. E kjo është prej gjërave që dihen domosdoshmërisht. Domethënë, janë të ditura këto gjëra që xhenemi është poshtë thellë, ndërsa xheneti është lartë në qiell. Tekstet në lidhje me këtë janë të shumta. Ademi alayhis salam, sipas mendimit më të saktë, thot u zbrit nga xheneti që u është premtuar të devotshme. Domethënë është zbritur në dynjë. Domethënë ka qenë lart apo xheneti. Dhe ka zbrit poshtë në këtë tokë të sprovave. Bukur. Thot në një hadith autentik për cilët kur ti kërkoni Allahut, kërkoni Firdeusin. Xhenetin më të lartë apo? Thot sepse ai është në mes të xhenetit ose xheneti më i lartë dhe mbi të është arshi apo fruni Allah subhanahu wa taala, që është lartësuar mbi të, apo. Dhe thot i të gjithë mëshirshmit, hadithin e përcjell Buhariu dhe të tjerët. Mirësitë e xhenetit nuk zhduken. Si disa që kanë ndonë xheneti dhe xhenemi zhduket, apo vetë xhenemi zhduket, xheneti nuk zhduket. Jo, nuk zhduket xheneti. Domethënë nuk ka kufi limit mo xheneti. E as xhenemi. Thot, ndërsa në të nuk ka obligime për banorët e tij. Që kjo është ajo meselja që na sot kemi obligime mi kry ibadetet, atje nuk kemi. Atje ki veç knatësi. Shprejmisht, mu shprej, kushtimisht mu shprej, kom për mi kom rrin, edhe këtë sanet i ki. Vin fmit posaçëm që të shërbejnë, djalosh, djemë të vegjël, që vinë edhe të shërbejnë, me lejnë Allah subhanahu wa taala që i krijon Allah azza wa jall për xhenetlit. Pastaj xheneti dhe zjarri apo xhenemi nuk kanë për të zhdukur. Të dy ata do të mbesin në përjetësi. Qështu ta? Dije se zjarri në botën tjetër në ahiret është dy lloje, vëllazëni. Zjarri o dy lloje. Çush më dy lloje? Lloji i parë është që shuhet. Dhe lloji i dytë që është përgjithmonë pa ushuar. Qa për mërmenja? A dinë në i komentajt, qa për mërmenja? Lloji parë që shuhet. Lloji dytë i xhenemit i zjarit nuk shuhet tër jetën është. Brava, që kjo është. Këta që dalin për xhenetit janë musliman, që kanë shku në xhenem, po, kur dalin kretë atër që ka ko nevoja jo me vazhdu. Shuhet. Ndërsa ky xhenemi tjetër që është për pabesimtarët, që e kanë mohu Allahun dhe pejgamberin e tij, atëherë çfarë? Ky është i përjetshëm. E beden. Përjetshëm është, bukur. Thot, pra jo besimtarët do të jenë përjetësisht në zjarr. Zjarri i tyre nuk shuhet dhe ata nuk vdesin. Xehmiet thonë për shuarin e zjarrit, xehmiet thonë që do të shuhet zjarri, por ky është pretendimi i kot, nuk ekziston asnjë argument i saktë që e pretendon këtë. S'mush me gjithë një hadith sakt që thot xhenemi ka më shumë. Bukur. Besojmë në haudin e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe se ku shpi një glëng prej tij. Ku shpi një glëng të vogël prej tij, thot kur nuk ka meni mo etje. Njëherë si të pin. Prej ati uji, kur mo menja nuk të shkon për ujë, etja ka më të hek. Ma thonë qaq mirësi e madhe. Besojmë në kalimin mbi urën e siratit, cila është e hollë shumë si fije e flokut, qimës flokut. Haudi është para siratit. Hadithet e transmetuar në lidhje me të kanë arritur gradën e mutawatir dhe transmetuar nga 30 e disa sahabë. Bukur. Besojmë
se çdo gjë që saksohet në hadithet lidhe me përshkrimin e kiametit, tubimit, ringjalljes, pyetjes së profetëve në mahsher për kuptimin e mesazhit. Besojmë në ringjalljen dhe shpërblimin e veprave në ditën e kiametit, leximin e librave, shpërblimin, dënimin, urën e siratit, varri është kopsh për kopshteve të xhenetit, gjitha këto gjëra janë besimi ynë. Kushdo që nuk beson, del prej fesë muslimani nëse nuk i beson këto parime apo këto rregulla apo këto domethënë baza. Pllaka e ruajtur mirë dhe shafaati ndërmjetësimi. Ai është prej të fsheftave, besimin e të cilën është detyrë, realitetin ati nuk e di askush. Kjo pllak e ruajtur që është, nuk e dim realitetin si është, por se i besojmë. A na ka potencuar Allahu në Kur'an që është kjo pllak? Po. Që përfshin çdo sen? Po. Por nuk e dim si është. Kurse si libra ose asil, nuk e dim. Se dim. Thjesht i besojmë. Është përmendur në fjalën e Allahut, ai është Kur'ani i lavdishëm, gjendet në një pllak të ruajtur mirë. Kjo pllak është pjesë e fshehtësisë ku besimi në të është detyrë. Është ghaib, është e fshehtësisë për neve, nuk e dim çysh, po e besojmë që ekziston. Pretendimi se disa evlia janë në gjendje të dinë dhe njohin çfarë është shkruar në këtë pllak, është kot. Nuk lejohet me besu kështu. Me menu që dikush nga besimtarët e din se çka kot shkrume në këtë pllak, është e kot. Kjo është e rrezikshme me besu kështu. Është mohimi i ajeteve, është kufër dhe haditheve të pejgamberit alayhisalatu wassalam që nuk mund ta njohë diturinë e fshat përveç Allahut. Ndërmjetësimi takon Allahut dhe pejgamberit të tij. Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit, njerëzit kur do të futen në xhenem, krejt kanë me ndërmjetësuar në fund Allahu vet subhanahu wa taala ka më nxjerr për xhenemit. Apo është hadithi i gjatë. Ai që ka 1 dinar, gjys dinari, ku e diun, 1 atom, 1 pjesë, 1 grimc, besim. E kështu me radhë që është hadithi, apo Allahu subhanahu wa taala ka më nxjerr në fund, domethënë me grushtin e tij, me 2 grushta të tij. Agjërimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë ditën e kiametit. Qysh tek nuk e din vllazni. Ama Muhamedi alayhisalatu wasallam thotë që kanë me ndërmjetësu. Nëse ti po agjeron tër ditën, je të punu, po lodhesh, që ky agjerim, që ti agjerimi, Allahu subhanahu wa taala ka mi dhon gojë edhe ka me fol ditën e gjykimit. Ligjet fizike të sotshme, a munden me sqaru këto? Jo. Si ai tipi që dul, çka tha? Edhe lyke hajgore me gurin e zi. Edhe i bëke disa gjeste që të ke gjun për jashta. Thëjka i Muhamedi juj dhe me ka thonë që guri i zi, Allah subhanahu wa taala ka mi vendos sy dhe gju, ka me dëshmu, ka me fol. Çka o kjo thëjke? Në Biblën e ti ka për gurin, kalëzën. Gurët do të dëshmojnë. Ta as Biblën si më të e ditë. Lemë Kur'anin. Kur'anin, jo se jo. Që s'din me e komentu. Por se edhe Biblën nuk jënë të e ditë këta. Këto ligjet fizikës nuk po themin as sot. Sa Omeri radiallahu anhu, kur e ka pa gurin, thotë sikur mos t'i kisha par. Mos ta kisha par. Muhamedi s.a.s. duke të puthur, kush s'kisha puth se e di që as domas dobi s'kapi gurit. Ama është gur pe i gjeneti që ka zbrit. Kaq. Ama ditën e gjykimit, pse për Allah nuk është e vështirë mi dhonë goj gurit a? Ditën e gjykimit këtë kanë me dëshmu. Ditën e gjykimit trupi ka me fol. Sot a fol trupi, veç goja flet. Po në kom, nëse qëtu ta ka vendosë Allah gojen, a kish mujtë Allah ose vëgjel në patel, qëtu tek gjuni me ta qitë gojen? Po. E s'po mujtë ka gurve me i bo? Goj? Për Allah në është e letë Allah. Kun fej kun, bëhu dhe bëhet. Kaq, ne i besejmë. Pastaj thot, fëmijët do të ndërmjetësojnë për prindërit e tyre. Ajo që dihet nga shumë hadithe, është se fëmijët e vegjël, ditën e kiametit, thot do të qëndrojnë tek dera e xhenetit. Subhanallah. Sidomos për trit vllaznit. Lumë për ata baballar që ju kanë juve. Edhe nëse ata kanë gjunoha, apo ku e diun, janë besimtar, po kanë gjunoha, ju do të qëndroni para derës xhenetit duke e lutur Allahun ja Rab. Nuk shkeni në xhenet pa babën tan. Pa
prindin tënë. Nuk po e din prindërit tuaj çfarë mirësi kanë lënë pas vetës kur vdesin. Nuk e ndoj ditë. E markeqja me qumi luftu fëmit për shkak të fesë. Subhanallah. E hadithi po thot qajnë. Fëmija qajnë. Ja Arab, unë du me babën tem më konë në gjennet. Subhanallah. Pastaj thot, do të qëndrojnë të këdera gjennetit duke qarë dhe do të kërkojnë prindërit e tyre Allah i lath madhëruar, do të dërgoj atyre Gjibrilin që të pyes për shkakun e qarjes. Pse po qanë, o robi Allahut, Gjibrili vjen para derës gjennetit. Pse po qanë? Atër thot nësa Allah i madhruar është i gjithdijshëm për ta, Gjibril a.s. do të shkoj tek ata dhe do t'i pyes, ndërsa ata fëmijët do të thonë, nuk do të hymë gjennet vetëm me prindërit tanë. Atër atyre u vjen leja nga Zoti i botëve që ata dhe prindërit e tyre të shkojnë në gjennetin Allah subhanahu wa taala. Dhe këta e ndërmjetësust. Kush e ndërmjetës? Fëmija yt. E paramenon subhanallah ata që janë bo sebeb fëmijët më udhëzu, sa sen i madh është. Pastaj thot, edhe ky është një prej llojeve të ndërmjetësimit që fatin ditën e Kiametit, e ai shpejtimi i hyrjes në xhennet që meritojnë prindërit të cilët kanë bërë akika, kanë thirrur kurban për fëmijët e tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë? Thot akika është peng, rrin peng nëse nuk ja bën ti fëmijës tënd. Baba ka përgjegjësimin ja bë fëmijës vet akikën. Po nëse ti ki pasuni, don m'ia heq një bar babës tënd, bane për babën tënd, bane për babën tënd për veti, i bjerë. Që m'ja hek? Baba s'ka ditë me bo. Baba s'ka ditë me bo. Për veti edhe baba të... Edhe baba, mëse, nëse donë se ki obligim. Ti se ki obligim as për veti. Po m'ja hek barën të babës, për ty që ka me bo se baba, është dosht baba i babës me bo. Atër më pa fundësi shkon ajo. Ashtu, baba i babës me ranë. Bukur. Profeti s.a.s. i takon ndërmjetësimi më i madh në mahsher dhe ndërmjetësimi i tij është për ata që kanë kryer mëkate të mëdha nga ummeti i tij. El Maqamu El Mahmud është ndërmjetësimi dhe jo ulja mbi arsh. Israja edhe Miraxhi. Israja dhe Miraxhi dini që është ngritur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ne besojmë në daljen, ngritjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në qiejt e lartë dhe në shikimin e tij sallallahu të argumentave madhështore të Zotit të tij. Profeti alayhi salatu wassalam ka qenë i zgjuar që ka shku lart e ma lart. Dhe nuk ka qenë në ëndër siç pretendojnë disa. Jo, ka qenë i zgjuar fizikisht edhe shpirtnikisht. Kush e ka marrë? Me burakin, apo? Është një kafsh buraki që i ka hypur kafshës dhe ka shku lartë tek Allahu subhanahu wa taala dhe aty është pa i komunikimi, është domethënë e ka bërë atë komunikimin për çështjen e 5 vakteve. 50 mirë po ka ardhur deri në 5 e dini hadithin që është i gjatë që ka folë me pejgambert e Allahut e kështu me radhë. Profeti alayhi salatu wassalam ka qenë zgjuar në udhimin e Isras dhe Miraxhit, ndërsa fjalat disa se pejgamberi sallallahu ka qenë në ëndër apo ka qenë ndërmjet gjumit dhe zgjimit është fjalë e refuzuar. Pikë tjetër është shfaqja e Yexhuxhve edhe Mexhuxhve. Edhe po e përfundojmë. Besojmë në daljen e shfaqjen e Yexhuxhve dhe Mexhuxhve, ata ekzistojnë dhe akoma nuk kanë dalë. Dalja atyre është prej shenjave të mëdha të Kiametit dhe kohës së fundit. Disa diga, ajo bariera e Yexhuxhve dhe Mexhuxhve është bërë nga Dhul-Qarneini. Është e pranishme dhe ekzistuese. E mundu disa me bohulimtime, po ku me gjetë? Nuk ka asnjë argument që të specifikoj vendodhjen e kësaj dige, sepse ajo është prej gjërave të fshehta, ku nuk lejohet thellimin e të, kështu që qëndrojmë tek tekstet fetare dhe nuk e fusim logjikën, po e dim se do të dalin para Kiametit dhe do të bëjnë kërti, do të bëjnë gjëra të tmerrshme, apo do të bëjnë gjëra të tmerrshme, dhe në takimin e radhës me martesën, pastaj me zekatin, qëndrimit e argumenti, çështja e Palestinës, muslimani në raport me jo besimtarët. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.